Takojmë sot në një tjetër episod të Dashuria Shërben. Dhe sot kam një mik të çmuar në studio, është pastor Plator Çollaku. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjete, Ankelejda. Është kënaqësi të jem bashkë me ju në valët e Radio Shtatës dhe Televizion Shtatës në të njëjtën kohë. Dhe besoj dhe shpresoj që kjo bisedë të ndikojë në zemrat e atyre njerëzve që janë duke na ndjekur në këtë moment. Faleminderit shumë, është kënaqësi që të jemi bashkë, sigurisht që për të folur për punën tuaj në Juglindjen e Shqipërisë do na duheshin shumë seri, po do ndalemi në një pjesë të saj. Përpara se të shikojmë pak më thellë në lidhje me punën tuaj në komunitet, unë do doja t'ju pyesja pak më shumë për shërbesën në përgjithësi. Na jep një pamje të përgjithshme të shërbesës suaj në Juglindjen e Shqipërisë dhe sa kohë ka që ju shërbeni atje. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë për të qenë në valët e radios tuaj. Ne kemi filluar atë punë në fillim të viteve 91. Sa ishte hapur Shqipëria edhe sa kishte rënë komunizmi. Ishim ai grupi i parë i besimtarëve, edhe unë në atë kohë shkoja në kishën e Korçës sepse ishte vetmja kishë e hapur dhe ishin bashkë në atë kishë ishin ata njerëz që mbetën gjallë nga koha e komunizmit, si Gjoxhi Ligori, po i njohur si presidenti i parë i Vllazërisë Ungjillore të Shqipërisë, që ishte Ligor Çina. Ne kishim dhe një lidhje familjare së bashku me atë dhe ishte kënaqësi gjithmonë të dëgjoje historitë e Ligorit dhe dashurinë që ai kishte pasur për Perëndin. Ai vinte nga koha e Vinxheksit, një kohë lavdishme në Korçë, ku kisha e Korçës ishte në ato momente të saj që shkëlqeu. Thuhet që deri në vitet 64 500 njerëz vazhdonin akoma të ishin besimtarë ungjillor në qytetin e Korçës, persekutimi edhe gjërat e tjera jo se veniten jetën e tyre, po e bën pak më të fshehtë për arsye që të mbjetonin në kushtet në të cilat ata ndodheshin. Ishin këta njerëz si Ligori, Caci edhe të tjerë të cilët më ndikuan në jetën time si besimtar i ri që isha në vitet 90. Ishim shumë pak, por Perëndia ndezi një zjarr të ri në zemrën time. Dua të them se si Perëndia më thirri në atë punë në fshat. Zakonisht njerëzit vrapojnë pas qyteteve, kurse unë vrapova pas fshatit edhe vendit tim, atje ku kisha lindur. Është e vërtetë që thuhet se profeti nuk respektohet në vendin e vet, por unë besoj dhe shpresoj që Perëndia më përdori në mënyrë të mrekullueshme në qytetin tim me miqtë e mi, shokët e mi, edhe pse her pas here u largova qoftë për studime apo gjëra të tjera, zemra ime mbeti në ato skajet e dheut që themi në Bibël. Ligori ishte si para se të vdiste 5 ditë më parë, më tha mua, Plator, çfarë plani ke për jetën tënde? I thash, do mbaroj studimet, po kam dëshirë edhe t'i shërbej Perëndisë, dhe tha, dëgjoj, tha, 3/4 e Shqipërisë jetojnë në fshat, ktheu atje edhe predikoju ungjillin atyre njerëzve. Unë e di, tha, që Zoti do të përdor. Nuk e kisha menduar ndonjëherë që Perëndia mund të më përdorte mua. Dëshira ime ishte të studioja gazetarie ose ndonjë gjë tjetër, edhe përfundoj ndryshe se studiova management, tourism, administrat, organization leadership, edhe gjëra të tilla si këto që ishin komplet ndryshe nga ëndrat e mia. Por kur shikoj sot, kuptoj se pse Zoti më çoi në një drejtim tjetër në jetë, sepse të gjitha këto aftësi që mësova nga edukimi, nga studimi i fjalës së Perëndisë, mund t'i përdor sot në shërbesën që Perëndia është duke bërë në bashkinë e Maliqit edhe në fshatrat rreth e rrotull. Po ndoshta shumica njerëz që na dëgjojnë tani sot nuk e dinë nevojat në fshatrat në cilat ju punoni. Janë diku te 95 fshatra dhe qyteza në të gjithë zonën. Na trego pak për nevojat, që ta kuptojnë sot në Shqipërinë e vitit 2025. Çfarë nevojash kanë në komunitetet ku jeni ju? Her pas here, këto janë komunitet larguara nga qendra, që ka kuptimin edhe ndikimi pozitiv i çdo veprimi qeveritar apo ndihme sociale që qeveria mund të jap, është pak e vështirë, sepse zakonisht është përqendruar gjithmonë tek qendrat strategjike edhe qendrat që janë në zhvillim. Gjithsesi, në të gjitha këto zona problemet janë njësoj të mëdha, varfëria është ekstreme, gratë e veja janë gjithashtu sepse një problem shumë i madh, sepse të rinjt janë larguar dhe kanë lënë prindrit vetëm. Disa prej tyre mund t'ju ketë ecur jeta mirë në Perëndim apo kudo ku kanë ikur në emigracion,
Po një pjesë e tyre ndoshta kanë harruar që kanë lënë dy prindër pleq dhe ne dim se si është situata në Shqipëri, duke pasur parasysh kohën që prindrit tanë kanë kaluar, ata nuk kanë siguruar të ardhmen e tyre në mënyrë të sigurt. Ka qenë e pamundur. Pamundur, sepse gjithë njerëzit pothuajse kanë ardhur nga i njëjti nivel dhe i njëjti standard ekonomik. Problemet janë shumë të mëdha sociale. Gratë e veja është një nga problemet më të mëdha sot që kemi. Fëmijët jetim. Edhe ndoshta është edhe më i madh në qendrat rurale, aty ku zhvillimi është më i vonshëm, sepse nuk kanë atë mbështetje që mund të gjejnë në qendrat kryesore të qyteteve. Edhe ndoshta edhe janë dhe situata që kanë lidhje me motin apo infrastrukturën në zonën tuaj. Edhe kjo është një nga problemet e tjera më të mëdha. Çështjet e aksidenteve ndoshta janë më të mëdha sepse kushtet e punës janë më të vështira. Dhe jo vetëm kaq, edhe niveli ekonomik nuk është njësoj të jetosh në Tiranë, edhe njësoj të jetosh në një periferi apo në një zonë rurale. Të gjitha këto krijojnë probleme të mëdha sociale. Por gjithashtu ka edhe një anë pozitive. Njerëzit janë më të hapur, jo vetëm për të marrë ndihmën, por edhe për të dëgjuar ungjillin. Kisha në Libonik filloi në vitin 91. Ishte kisha e dytë pas kishës së Korçës, dhe sot është një komunitet i jashtëzakonshëm. Që mban veten, edhe mban edhe punët e tjera në fshatrat e tjerë me ofertën. Sepse nganjëherë duket se sa e fut dorë në xhep për të bërë një veprim, atje tregohet dashuria, se dashuria nuk është vetëm fjalë. Dashuria është edhe një vepër e mirë që ti bën në komunitet. Kisha në Libonik ishte një mundësi e mirë që më rriti edhe mua si një nga pastorët e asaj kishe. Nuk është që rriti vetëm njerëzit. Bashkë me ta u rrita edhe unë, është si hekurin pre hekurin. Kam kujtimet më të mira dhe vazhdoj të kem bekimet më të mira që vijnë nga ajo kish. Për shembull, një herë ata thanë, kur ishin së bashku besimtarët e pagzuar, thanë çfarë duhet bëjmë një gjë të mirë që të ndryshojmë qytetin. Edhe bën me gjëra të vogla, e filluan duke pastruar fshatin. Pastaj duke u kujdesur për një familje, ndërtuan shtëpi, mblodhen lek vet ose shitën gjëra vet dhe ndërtuan shtëpinë e një personi. Kështu filloi gjithë kjo punë sociale që ne kemi sot. Dua t'ju them që ne kemi një punë sociale në 3 projekte të ndryshme. Një është Bundles of Blessings, që ka të bëjë me familjet e varfra, edhe në të njëjtën kohë për gratë e veja. Projekti dytë që ne kemi është qendra rezidenciale për djem, një qendër e licencuar nga Ministria e Punëve Sociale në Shqipëri, edhe qendra e dytë që ne kemi është qendra ditore për fëmijët në nevojë apo për fëmijët e rrugës edhe çdo lloj fëmije tjetër që ndodhet i braktisur për shkak të situatave nga më të ndryshmet. Ndoshta ku krye familjare është mamaja, ku vjen nga një familje shumë e varfër, ndoshta jeton me gjyshen apo gjyshin sepse prindrit kanë ikur. Kjo është një qendër që ne vërtet i kemi dhënë jetë qytetit. Kjo ishte qendra e parë në fakt që ne hapëm përpara 15 vjetësh. Ne pam nevojën e fëmijëve në komunitet. Dhe një nga nevojat më të mëdha ishte braktisja edhe të qenurit i lënë më njanë. Dhe kjo ishte një stres. Na trego pak më shumë çfarë grupesh ishin këta? Ishin grupe të marginalizuara apo kishin disa probleme në familje? Na trego pak më shumë. Po flasim për qendrën rezidenciale apo po flasim për qendrën ditore? Okej, në qendrën ditore, fëmijët që vinë te qendra ditore që janë mbi 50 fëmijë, kështu? Afërsisht 54 fëmijë kemi të regjistruar në këtë moment, po nuk e filluam me 54 sepse ka një kosto të jashtëzakonshme. Ne filluam tek 14 fëmijë në fillim, edhe sot përfundoi 15 vite më parë. 15 vite më parë dhe sot jemi tek 54. Nevoja është për të pasur 200 fëmijë për arsye me ato që kemi parë dhe kemi prekur në jetën tonë, por ne kemi marrë zakonisht ata fëmijë që janë më në nevojë. Vinë nga shtresat e marginalizuara të Shqipërisë, si komuniteti rom edhe egjiptian, dhe gjithashtu edhe nga familjet e varfra. Edhe si i gjeni fëmijë? Ne kemi gjetur këta në bashkëpunim me zyrën e mbrojtjes së fëmijëve, janë rekomanduar nga komuniteti. Kemi një standard prej 7 pikash që një fëmijë duhet të plotësojë që të jetë pjesë e qendrës tonë. Jo domosdoshmërisht ai duhet i plotësojë të 7 pikat, por duhet të jetë 50+1
100% e të gjitha pikave që ne kërkojmë. Kur ne filluam këtë punë 15 vite më parë, Enkeleda, unë dua të them që ne kishim 85% të fëmijëve të paregjistruar. Edhe kjo ishte një problem. Të paregjistruar nga ana ligjore, no? Në ana ligjore nuk ekzistonin. Nuk ishte as emër, as fytyrë, as një dokument zyrtar që këta lloj fëmijësh ekzistonin. Që i bën ata shumë të cënushëm për të trafikuar ose kjo është një nga keq përdorur. Në atë kohë ky ishte një problem shumë i madh. Sot gjërat kanë ndryshuar, janë më të organizuara, më mirë, por në atë kohë kjo ishte një problem i madh, sepse fëmia jo vetëm që nuk ishte i regjistruar, nuk kishte të drejtë të shkonte në shkollë, ishte në një risk shumë të lartë trafikimi, u detyruam që të bashkëpunonin me qeverinë lokale, me shkollat, të regjistronim këta fëmijë dhe t'i çonim këta fëmijë në shkollë. Në këtë moment që ne flasim, 100% e fëmijëve janë të regjistruar. Pra, një qendër si kjo mund të sjellë një ndryshim shumë të madh në komunitet dhe kur bëhet në emrin e Krishtit, është një shembull i mirë. Dashuria në veprim, jo vetëm që është një punë sociale, po është një punë që vjen nga dashuria. Ne ju japim atyre kurse të ndryshme. Gjë që ka arritur dhe në qendrën ditore, ata shkojnë në shkollë dhe mbas mësimit vinë në qendër. Një makinë e fondacionit i pret ata për t'i sjellë në qendër. Kjo jep mundësinë dhe prindërve që ndoshta kanë një prind të shkojnë dhe të punojnë edhe fëmijët jenë në një ambient të sigurt. Punojësit tona sociale japin mësim për ata, i ndihmojnë për të kryer detyrat e shtëpisë. Ata mund të marrin edhe ndihmë nga ana higjienike, në qoftë se dikush nuk i ka kushtet, mund të laj rrobat, mund të marr rroba të lara, gjithashtu në të njëjtën kohë ju jepet mësim, një vaftë i ngrohtë, edhe zemër në fund, dhe pastaj mund të kthehen në shtëpi për të vazhduar ditën tjetër në të njëjtën mënyrë. Tani ne kemi kaluar 3 breza. 15 vjet, kushtetisa fëmijë kanë kaluar edhe ka një jetë tjetër. Edhe jo vetëm kaq. Ne dim 2 binjak, nuk po i themi emra se nuk kemi të drejtë të themi, ishin 2 të parët që erdhën në qendrën tonë. Edhe nuk kishin pasur asnjëherë dush në shtëpinë e tyre. Kur dikush ju tha që tani do bëni një dush edhe pastaj do ambuk, dikush prej tyre tha po unë nuk dua të lajm në lumë sot është ftohtë sepse ishte dhjetor kur ne e hapëm. I vetmi dush që ai kishte pasur ishte lumi. Edhe sot ai të dy jetojnë në Gjermani edhe her pas here kur kthehen vinë edhe na vizitojnë edhe nuk e harrojnë kurrë atë qendër ku filloi jeta dhe ndryshoi jeta e tyre. Wow. Jam shumë inkurajuar nga puna dhe nga përkushtimi, se këto nuk janë shërbesa të lehta për të mbajtur 15 vite, se dhe fëmijët vinë nga situata të vështira dhe kanë kaluar trauma. Nuk është e lehtë Enkeleda, ka shumë gjëra që duhet të marrësh parasysh, ka kosto. Thjesht stafi është një kosto e madhe, plus gjithçka që ti siguron për ata fëmijë. Tjetër janë probleme sociale të cilat ata kanë me vete, nevojat shëndetësore që janë kur jeton në kushte jo të mira, një fëmijë mbart me vete dhe pasoja sociale, edhe pasoja mjekësore që ti duhet i përballosh për të mirën e këtyre fëmijëve. Deri tani Zoti ka siguruar në çdo ditë. Më kujtohet her pas here George Muller nga historia e krishtërimit. Edhe ndoshta ai kishte ditë të cilat nuk mund të siguronte për ata fëmijë, po dikush e sillte një sport me ushqime tek dera. Dhe unë them që të gjitha këto qendra sociale ka qenë një bekim i tillë për jetën tonë. Kur unë kam menduar sot do mbyllemi, sepse nuk kemi të përballojmë, Zoti atëherë ka qenë më bujar se sa mendimi ynë. Dhe kjo na ka bërë të mendojmë që nuk është puna jonë, e Zoti. Ai që filloi një punë të mirë tek ju, do ta përfundojë deri në ditën e fundit, thot Bibla. Është shumë inkurajuese dhe jo vetëm që mbajtet 15 vjetë këtë qendër ditore, po shkua edhe në një shërbes që është akoma më vështirë, siç është qendra rezidenciale për djem. Na tregu pak më shumë për qendrën rezidenciale, historikun e saj edhe në kjo qendër rezidenciale ka disa gjëra që vërtet e kanë prekur dorën e Perëndis. Në qoftë se shikon sot ku është ky fondacioni duar që sigurojnë Shqipërisë, është ndërkombëtar në ram botëror, po ku është në Shqipëri, vërtet mendon që
ka qenë Perëndia, nuk ka qenë njeriu ai që na ka udhëhequr. Kisha një shok nga Anglia i cili më tha një herë ka mundësi të vinë në Shqipëri edhe dua të punoj me qendrën tënde ditore. Okay. Dhe ai çdo ditë merrte makinën, çonte fëmijët në darkë për t'i kthyer në shtëpi apo në vendet ku ata flinin. Edhe më kthejt një ditë në shtëpia tonë në darkë e thot Plator do të bëj një pyetje, po i thash patjetër Devi. Tha po si ka mundësi ta ti lesh të flen atje ku flen ata fëmijë. Dëgjoj Devi thash, kaq sa po bëjmë sot është nga zemra atyre njerëzve në kishën e Libonikut. Nuk e di çfarë do ndodh në të ardhmen, po ne si kishë vogël në fshat, ne mund t'japim një vaftë të ngrohtë edhe të bëjmë këtë gjë që po bëjmë sot. Nuk është që kemi mundësi më shumë edhe nuk mund ta bëjmë për një pjesë të fëmijëve, se jo të gjithë, një pjesë e tyre, shumica e tyre kishin familje. Ai tha, unë do t'i lutem Zotit për ta rregulluar një gjë si kjo. U kthye në Angli, pas 2 javësh marr një telefonat. Thot Plator, ke dëshirë të hapësh një qendër rezidenciale për këta fëmijë që unë pash, në mënyrë që ata që s'kan kushte të jetojnë atje. I thash, me gjithë qef Devi, po kjo kërkon një organizim shumë më të madh nga ajo që kemi sot. Edhe tha, dëgjoj, unë kam 2 shtëpi. Unë do ta shes njërin dhe lekët do ja u dërgoj juve për të bler një qendër rezidenciale. Edhe atë bëri, e shiti shtëpinë e tij, ishte në Londër. Në një shumë të konsiderueshme që ne mund të blinim një shtëpi dhe të vazhdonim punën në qendër rezidenciale, se qendra rezidenciale në krahasim me qendra ditore ka një kusht sot të jashtëzakonshëm, se janë 3 turne, edhe përgjegjësia shumë e madhe. Po ti merr në përgjegjësi edhe kujdesin prindëror të atyre fëmijëve, me vendim gjykate në të njëjtën kohë. Kujdestarin që quhet. Ishte një punë e jashtëzakonshme, kërkonte kujdes ligjor, kërkonte kushte, kërkonte një nivel shumë i lartë se sa psikolog, staf i trajnuar në mënyrë të përsosur, dy persona në turn, që asnjë njeri të mos ishte vetëm, që ishte pjesë elementeve të sigurisë. Nuk mund të përmend gjitha këto, se është një manual shumë i trashë që tregon se si duhet funksionojë një qendër rezidenciale me nevojat veçanta. Edhe u përpoqja për 6 muaj për gjetur një shtëpi e nuk mund ta gjeja dot. Më në fund dikush në qytet e shiste shtëpinë. Okay. Edhe ram dakord për afërsisht tek një vil, për afërsi, nuk kemi nevojë të themi shifra. Nuk ka nevojë, s'është nevojshme. Po për një shifër të caktuar, po kur ditën tjetër ne duhet të shkonim dhe të nënshkruanim kontratën, ai e rriti me $30,000 të tjera, që ishte një shumë e jashtëzakonshme. Ne kishim lënë një pjesë të kësaj të operonim në vitin e parë, se viti i parë është shumë i vështirë. Patjetër. Për të reklamuar në çdo shërbes. Dhe thash jo, nuk i kam ato lekë. Në fakt i kisha, po duhet të mbaja për një vit shpenzimet. Dhe u isha shumë. Në vërtetë nuk i kisha, se kisha për të bler atë. Ishte përcaktuar. Dhe ju luta Zotit dhe i thash Perëndi, si do bëj tani, se kam 6 muaj ndoshta s'jam mund për këtë punë. Një shoku im në Chicago, Adi, që edhe ti e njeh, e më mori në telefon dhe ai kishte zemër për fëmijët dhe tha, Platore, bleve atë shtëpinë, jo, i thash Adi, se ky problem na ndodhi. Tha, mos ki problem, tha, se Zoti do siguroj më mirë. I thash me veten time, Adi e di, ndoshta Adi është në Chicago, ku e di ai, un kam 6 muaj këtu, s'po gjej një shtëpi tjetër, ky do siguroj Zoti më mirë. Ditën tjetër në mëngjes, një zyrtar më merr në telefon, se dhe shteti është interesuar për qendra si këto, se nevoja e fëmijëve është e madhe, dhe më thot, Platore, bleve atë shtëpinë, jo, i thash, sepse më ka ndodhur ky problem, tha, s'ka gjë, tha. Shumë më mirë, tha, ke para atë shtëpinë me xham në fund të qytetit. I thash, s'do ble dot gjysmën e asaj, si do ble, s'bleva gjysmën e asaj, jo do ble atë. Tha, po prito një sekond, i thash, nuk e ble dot, nuk kam lek për atë, ai tha, prit një sekond. Personi që ka shtëpinë e ka lënë në kolateral, që kishte kuptimin e kishte lënë në bankë. Në bankë, po. Fol me bankën se ndoshta ata e shesin me një çmim të pëlqyeshëm. Mora në telefon menaxherin e asaj banke, edhe i thash, kështu kam interes për të bler këtë shtëpi. Ai tha, po përse do, tha, për shtëpi? Jo, i thash, për biznes, tha, jo, për hotel, jo, pa atëherë përse do? I thash, për të hapur një qendër rezidenciale për fëmijë që nuk kanë prindër. Tha, vërtet, tha, unë e kemi 6 oferta sot. Tha, po unë t'i dërgoj dokumentat, po ti mos i plotëson. Sepse unë do flas me bordin. Foli me bordin, edhe më ka marrë në telefon dhe më tha, do ta marrësh vetëm me atë çmim që ka bërë, është 42 milion lek të vjetra, do të thënë 4.200.000 lek. Jo vetëm që kishim lek, por kishim lek për të operuar për 3 vjet. Wow. Pas asaj.
Edhe jo vetëm kaq, po personi që ne kishim filluar një kishë në Malish në të njëjtën kohë dhe ishim me qira. Ai tha, tani që të mbeten kjo shumë, gjej një shtëpi tjetër me këtë shumë. E njëjta mrekulli ndodhi edhe tek shtëpia tjetër. Dhe përfundovi gjithë qyteti me një kishë edhe me një qendër rezidenciale për fëmijët jetim. Kisha ecën në mënyrë të jashtëzakonshme në një qytet që s'ka pasur kishë kurrë, edhe një qendër e jashtëzakonshme për fëmijët që janë në nevojë, që është një qendër rezidenciale. Një qendër që i ka dhënë shpresë dhe jetë të gjithë atyre fëmijëve. Ne kemi operuar në këto 7 vite atje me 22 fëmijë, sepse nuk kemi qenë vetëm shtëpi rezidenciale, po kemi qenë edhe shtëpi pritëse për fëmijët që janë në rrezik. Dhe që shërbimi social i rekomandon për të qëndruar një periudhë kohe tek. Është me vërtetë e mrekullueshme se si ne punojmë së bashku, qoftë me shërbimin social, pastaj me kishën, për të dhënë dhe me familjet, për të dhënë fëmijëve atë gjë që ata kanë nevojë dhe për të ndihmuar ndoshta në një periudhë tranzitive në jetën e tyre. Ata që nuk kanë prindrit sa të rriten, të tjerët që ndoshta kanë ndodhur diçka në familje dhe nuk është më e sigurt jeta e tyre brenda familjes. Unë dua të them në fakt, Engelida, një rast të kësaj. Kemi një fëmijë i cili erdhi në qendrën tonë moshën 5 vjet, nuk i kishte prindrit, se mamaja kishte vdekur e babai ishte në burg. Ishte një moment shumë i vështirë që për 7 vite ai nuk e kishte njohur të jatin, sepse kishte ikur nga shtëpia në moshën 2 vjet. Dhe pas 7 vjetësh, për shkak të një aktivitetit veçantë që zhvillohesha në burgun, në një nga burgjet e Shqipërisë, fëmia u ftua për të takuar babain, sepse kjo ishte edhe dëshira e barbait. Dhe kur babai u pyet në skenë, ai nuk e dinte që fëmia ishte atje. Dhe tha, dua të takoj djalin, tha, dhe t'i kërkoj të falur për atë që kam bërë në shtëpinë time. Dhe djali vrapoi edhe përqafoi të jatin dhe të dy qanë dhe ai tha, unë të kam falur. Të dy falen njëri tjetrin. Unë e di që jeta e babait do të jetë për 20 e ca vite në burg atje. Por ky moment ishte shumë i jashtëzakonshëm. Ishin afërsisht 200 të burgosur dhe stafi i burgut që përfunduan në lot nga gjithë ajo skenë që ndodhi atje. Ai vetëm Perëndia mund ta bëj. Ai pa se si ishte rritur djali edhe na tha faleminderit për gjithçka që keni bërë për fëmijën tim. Ne nuk e prisnim se keni parasysh burgjet në Shqipëri edhe ato kanë nevojat e tyre. Në kohën e Krishtlindjes, 2 vite më parë, vjen një makinë tek dera e qendrës tonë rezidenciale. Ne po mendonim ku do t'i gjejmë lekët për t'ju blerë dhurata fëmijëve. Vjen një makinë në qendrën rezidenciale e mbushur plot me dhurata, çokoladata dhe çdo lloj gjë tjetër që fëmijët kanë qef. Ishte mbushur plot. Edhe erdhi në qendrën tonë dërguar nga të burgosurit atij burgu për atë që pan atë ditë. Ata kishin mbledhur lekët e tyre për të dërguar një dhuratë në kjo qendër rezidenciale. Dhe nuk e bën një herë, përsëritën 2 herë të njëjtën gjë. Ne i mbetëm të prekur, edhe shikoj këtë fëmijë që thërriste të gjithë fëmijëve të tjerë, ka dërguar babi. Edhe kjo është një shembull se si Zoti ka ndryshuar jetën e një fëmije, po mund të prek dhe zemrën e të burgosurve për të ndihmuar një qendër rezidenciale. Shumë faleminderit për punën tuaj. Unë do doja që të pyesja edhe për shërbesat e tjera me familjet në nevojë, se si ndihmoni juve këto familjet që fëmijët jenë në një mjedis më të mirë dhe më të sigurt. Jemi duke ndihmuar tani tek afërsisht 78 familje. Nuk janë familje, po janë njerëz në nevojë, edhe një pjesë e tyre janë gra të veja, që fëmijët nuk i kanë, edhe që gjërat nuk janë ashtu siç duhet. Janë në një moshë të thyer. Ky është një nga problemet më sociale të kohëve të fundit, më i prekshëm, qoftë në Bashkinë e Maligjit, po edhe kam dëgjuar në çdo anë të Shqipërisë për shkak të largimit të masiv të njerëzve dhe emigracionit. Ka krijuar një problem social për moshën e tretë. Ne çojmë një herë në muaj një pako ushqimore për ata, kujdesemi për këta njerëz dhe gjithashtu kujdesemi që t'ju ndodhemi pranë. Atë që ju mungon atyre familja, ne përpiqemi ta shikojmë atë në jetën e tyre. Qëndrimi nuk ishte që ata të vinin në kishën tonë. Po pothuajse 85% e këtyre njerëzve që kanë marrë këtë përkrahje, sot janë në takimet
në takimet tona, sepse kam parë që dashuria nuk është vetëm fjalë, po dashuria është edhe veprim. Në të njëjtën kohë ne jemi kujdesur për disa familje për të ndërtuar shtëpitë e tyre. Edhe kemi pasur një projekt që her pas here ka vazhduar për ndërtimin e afërsisht deri tani 12 shtëpive të ndryshme, të cilat i kanë dhënë jetë këtyre familje të varfra ose këtyre grave të veja që nuk ka kusht t'ju ndryshoj për shembull qyramidet e shtëpisë apo tjeguat e shtëpisë dhe çdo gjë tjetër. Ky është një aspekt tjetër, një projekt tjetër që quhet Bundles of Blessings, edhe është një projekt që vërtet e ndikon komunitetin dhe ju ndodhet afër të gjithë këtyre komuniteteve. Në të njëjtën kohë ne operojmë në 7 fshatra të ndryshëm me shërbimet tona për duke ndarë ungjillin edhe shërbimet e së dielës që është kisha në Maliq, kisha në Liboni, kisha në Sovjan, kisha në Orman, kisha në Rëmbec, kisha në Drithas edhe kisha në Pirk. Në të gjitha këto vende Zoti është duke punuar në mënyrë të mrekullueshme. Siç e thash në fillim, kur ne u mblodhëm bashk, ne vendosëm një vizion në vitin 92 dhe ky vizion ishte një fshat për një kohë, një qytet për një kohë. Unë e di që është një zonë me 95 fshatra, po momentalisht janë vetëm 7 ku ne po punojmë. Gjithë qëllimi i zemrës është që ne të punojmë në 95 nga këto fshatra. Ndoshta unë nuk kam kohën fizike që ta përfundoj këtë vizion, por ai që e nisi do ta përfundoj një ditë. Absolutisht. Jam inkurajuar shumë nga biseda që kemi bërë sot bashkë edhe të doja të të pyesja për gjithë ata që na ndjekin sot dhe ndoshta duket shumë e vështirë dhe ne realisht e dim që kjo është një shërbes që kërkon shumë planifikim, mund sakrifica dhe financa. Çfarë inkurajimi, si të inkurajoj dikë që po dëgjon sot dhe ndoshta Perëndia ka folur që të përfshihet në një shërbes ndihme apo të fillojë diçka, po ndoshta i duket si një gjë, si një gjigant i madh që nuk mund ta realizoj dot. Cila do të ishte këshilla juaj për atë? Tani ndërro tjetë një gjë e madhe. Luis Palau ka një shembull të jashtëzakonshëm mbi këtë. Ai tha, ndërro për aeroplan të madh, jo aeroplan të vogël. Se aeroplanët e vegjël nuk i qëndrojnë dot stuiz dhe fluturojnë poshtë. Ti ndërro që të kesh një aeroplan të madh edhe që fluturon mbi re, por nuk e nis me një aeroplan të madh, e nis me një aeroplan mësimor përpara se të fillosh me një gjë. Do të bësh orët e fluturimit, se nuk je po ta shkollani një avion. Edhe mbas shkollës. Edhe mbas shkollës. Pra, fillon pak, nuk është që fillon shumë, por nëse partneri në shërbesën tënde e Zotit, kjo është një gjë e jashtëzakonshme. E dyta, që është shumë e rëndësishme, edhe po e them këtu. Të gjitha këto që përmenda nuk është puna e një individit vetëm, janë 31 njerëz në shërbes. Që ka kuptimin, nuk i bën platori. Edhe nuk i bën individi. Duhet të krijosh një skuadër. Skuadra është suksesi më i madh edhe fillojmë me skuadër. Nuk është që se nganjëherë njerëzit e fillojnë vetë edhe përpiqen të krijojnë një skuadër gjatë rrugës. Ndoshta 3 veta janë më të fuqishëm se sa një person i vetëm. Konsideroj kujdesu për njerëzit e skuadrës. Kjo është një nga parimet më të mëdha. Nëse do të hysh në një luftë, së pari kujdesu për ata që ke në skuadrën tënde, sepse skuadra është gjë më e rëndësishme. Ata janë ata që të mbajnë krah ty edhe duhet kujdesesh në mënyrë të jashtëzakonshme për ata. Pastaj është dhe një shembull i mirë, kur ti nuk kujdesesh për të vetët, si mund të kujdesesh për të tjerët. Edhe e dyta, ke një zemër të zjarrtë për komunitetin. Tani antarët e skuadrës mendojnë për interesin më të lartë, jo për interesin e tyre, por për interesin e të tjerëve. Nuk ka dashuri më të madhe se ai që jep veten e vet për të tjerët, tha Krishti. Shërbesa jep veten e vet për të tjerët. Nuk është një moment karriere, nuk bën dot karrierë në zonat rurale edhe të duash. Nuk është çështje karriere, është çështje zemre edhe është çështje mbretërie Perëndis. Edhe gjithçka që bëhet për lavdinë e tij. Nëse kjo është zemra, Perëndia do ta bekojë. Dhe në momentet më të ndryshme, kur ti mendon që ti nuk ke qoftë edhe mundësitë financiare për të zhvilluar një shërbes të tillë, unë e kam parë në jetën time dhe ja u them me plot gojen,
Zoti është në anën tonë, ai ka gjithë botën. Në qoftë se është në planin dhe vullnetin e tij, ai do të gjejë mënyrat për të qenë afër teje. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi që ishim bashkë në këtë bisedë sot, edhe sigurisht jemi mirëpritur që të bëjmë biseda të tjera, të mësojmë më shumë edhe të na inkurajosh. Faleminderit shumë Keleda, edhe ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Sepse valët e kësaj radio e këtij televizioni nuk janë vetëm në Tiranë, janë në të gjithë skajet e dheut. Zoti ju bekoftë, edhe Perëndia e shumoftë edhe këtë punë. Faleminderit.